Jemi rikthyer në studio sot për të folur për një shfaqje shumë interesante që do të jetë tek Teatri Eksperimental këtu në Tiranë. Por do doja që ta nisja këtë intervistë me një fjali që protagonisti ka thënë para disa kohësh në një intervistë të tij. Kur luajta për herë të parë në Shqip, gjeta zërin tim. Gjuha nuk është vetëm gjuhë, por është një mënyrë tjetuari. Dhe në fakt janë fjalët e aktorit Arben Bayraktara, i cili do të jetë pjesë e shfaqjes Mall së bashku me këngëtaren, kompozitoren, multiinstrumentisten Linda Rukaj, që do të vinë së bashku në këtë shfaqje në datën 19, por edhe të shtunën në Teatrin Eksperimental këtu në Tiranë, por jo vetëm, do të shëtisin në një tjetër qytet të Shqipërisë dhe më pas do të ngjiten në malësitë e Shqipërisë, sepse ka një qëllim vërtet kjo shfaqje shumë interesante. Megjithatë, nuk ka shumë nevojë për lavde edhe për prezantim Arben Bayraktaraj, të gjithë e njohim, edhe ka qenë kryefjalë para disa vitesh për ngjitjen e tij në disa prej projekteve të rëndësishme kinematografike deri në Hollywood. Sot do të flasim për këto projekte që na rikthejnë tek rrënjët për hir të vërtetës dhe na bëjnë të kuptojmë që trashëgimia pasurore, jo materiale, shpirtërore, shqiptare është shumë e rëndësishme. Mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjetëm. Arben dhe Linda. Si kanë qenë këto ditë në Tiranë? Linda ka më shumë kohë që është rikthyer në Tiranë, kur vim, domethënë vim në Tiranë vetëm për të takuar miq ose për çështje pune më tepër, edhe për qef. Por për ndryshe jo, shumë mirë, sa herë që vim është gjithmonë qef edhe kënaqësi, sepse kemi shumë miq të zemrës edhe njerëz që i duam edhe i vlerësojmë shumë, kështu që gjithmonë është surprizë kur vim në Shqipëri. Ndërkohë sa i përket Arbenit është gjithnjë në lëvizje sapo kam rritur në Shqipëri, si është rikthimi her pas here në Shqipëri? Jo, është gjithnjë një ndjesi pak a shumë e çuditshme në dukje, po gjithnjë ka mrok i madh. Ashtu. Sa zbres mrok i madh. Dhe po se unë dje u ktheva nga Graci, kemi luajtur një shfaqje atje në Austri, në Austri në një festival, kaluam shumë bukur, por tani jam një çikës shumë i eksituar me rrugtimin që do vazhdoj me mallin. Okej. Në fakt do doja që gjithë këtë intervistë ta ndërtonim mbi një prezantim gjithë përfshirës edhe të vetë rrugtimit tuaj në teatr e në kinema, e më pas ta mbyllim me mallin, duke qenë se do t'ju bëjmë një ftesë gjithë atyre që janë duke na ndjekur në këtë transmetim. Ju jeni rritur në një fshat si i Sniqi në Deçan. Unë ndoshta kam kaluar aty afër sepse kam qenë deri tek manastiri i Deçanit dhe po diskutonim edhe përpara se të hynim live në këtë intervistë. Shpesh keni folur për lidhjet tuaja me vendlindjen, me natyrën, me gjuhën. Ju e keni nisur lidhjen me artin edhe përmes rapsodive apo jo? Po, në vërtet kam pas fatin në atë kohë. Sa ka shënjuar kjo gjë, doja të dija, në gjithë karrierën tuaj? Thelbësisht pse? Sepse ka gjë shumë të thjeshtë. Kur mlidheshim zakonisht nga periudha mas korrave, më do të thënë pas tetorit. Po. Mas darkës lames që e kemi si ritual në Kosovë, që është edhe festë tetore tani, që ka bërë Ibrahim Rogova. Okej. Aty fillojnë najat e mramjeve. Kam pas fatin, baba jem ka qenë e ka luajtur çiftelin, ka qenë profesor i gjuhës, ka shkruajt, po e ka pas edhe çiftelin për merak. Dhe edhe dy gjemte aqës të mrekullueshëm, këngëtarë që këndonin qyshit vetë rapsoditë e vjetra, po jo vetëm ata kanë dashni, se s'ka veç rapsodi. Dhe po thuaj se tan feminin e kem kalu kështu me rrëfime, me këngë, me tregime, me edhe nuk e dia njihni lojën e kapuçave. Me shpotitje, po ashtu se ka, nuk është vetëm... E kam dëgjuar, po, por nuk mund të them që e njoh, rrënjësisht. Dhe gjitha është kur mblidheshin njerëzit para se me marr fjalën, duhet me ditë se çka kimë thënë, se nuk mirret fjala veç ashtu. Do duhet të tregosh diçka që
i bën njerëzit jo vetëm kurioz, po që i bën në rrugë këtu dhe të gjithë ata njerëz, pleq, burra, edhe grasim nga njerë edhe vajzat vinin. Të bënin në udhëtu. Të bënin në udhëtu, në imagjinat, dhe thellësisht aty e kam ndjej, si më thanë, atë vjen e parë teatrit. Okej. Madje keni cituar se i mbani mend shumë mirë shfaqjet e para që keni ndjekur në atë fshatin tuaj të vogël apo jo? Po, ka qenë, kjo është edhe ideja pse ne ndërtuam këtë, sepse vinin shfaqje. Ka qenë shfaqja e Molierit, domethënë, ka qenë Kopraci. Okej. Mizantropin vërtet. Që pataro i teatrit Gjakovës ka pas luajtur fshat. Kemi pas edhe kineman. Dhe këto kanë qenë, si më thonë, ato mbrezat e para. Andaj kjo është edhe ideja që me lindën ja nisëm që t'i sjellim mbrezat e para që ne kemi pasur si fëmijë nga trupet që kanë ardhur përreth, që edhe ne t'ju kalojmë diçka brezit të ri. E vërtet. Jetoni të dy në Paris. Po, jetojmë në Paris, po midis Parisit dhe Shqipërisë. Dhe një kodre që kemi gjetur që ku jemi duke kaluar një pjesë të jetës tonë të mrekullueshme në fshatin Domën. Afër Kavajës. Afër Kavajës. Okej. Tani keni pasur bashkëpunim me Linda edhe në Francë bashkë me Arbenin apo jo? Po. Si erdhi bashkëpunimi i Mall? Malli ka qenë le të themi një ka ardhur në mënyrë shumë të natyrshme, duke qenë se momenti që ne u gjendëm si individ, si shpirtra, si artist, dhe fakti që jemi shqiptarë dhe ndajmë të dy një gjuhë, dhe dëshira për të folur, për të kënduar në shqip, për të thënë poezi në shqip, që sigurisht duke qenë se jemi shqiptar, pavarësisht se ku mund të jetojmë, sigurisht që gjuha jote është, si thua, mënyra se si ti përçon mesazhin, si kjo gjuhë depërton brenda te, sigurisht që aty ndodhet edhe vërtetësia e çfarë ti je pastaj si person dhe kush bëhesh dhe kush je gjatë gjithë jetës. Domethënë nuk mund ta anashkalosh dot, është ajo pjesa e fëmijërisë, është ajo periudha më e bukur, mendoj unë, e jetës që na shenjon të gjithë më vonë pastaj. Arbeni po fliste për historitë e tij kur ka qenë në fëmijë pranë lidhje me tregime epike, ose ndërsa unë kam pas të pjesën tjetër, duke qenë se i kam lindur në Kavaj, domethënë kam këtë pjesën në Shqipërisë mesme, afër detit, afër kodrave, domethënë nuk kam pas tregime epike, po ne kemi pasur si thua pastruria, dhe mendoj që pastruria më e madhe në lidhje me, të paktën flas për tradicionin e muzikës, që është shumë i pasur, ndodhet pikërisht ose tek vdekjet ose tek ritualet e dasmave ose tek ritualet e vdekjeve, që janë dy nga, le të themi, ritualet më të rëndësishme njeriu, që është lindja dhe vdekja, pra momenti që martohemi, që është me idenë për të riprodhuar, dhe pastaj vdekja, pra janë dy kulminacione të jetës të njeriut, dhe janë pikërisht në këto momente që edhe krijimtaria më e madhe e njeriut buron pikërisht në këto momente. Kështu që unë personalisht e kam pasur shumë të shënjuar këtë pjesën e muzikës së Shqipërisë mesme, që sigurisht ka ndikimet e saj orientale, që ndoshta për shumë njerëz mund të quhen pak jo tipike shqiptare, po mendoj që është gabim të mendosh në këtë mënyrë për folklorin në përgjithësi, nuk ka rëndësi është shqiptar apo indian apo francez apo ku diun, sepse folklorin vetvete, ashtu si dhe njeriu, nuk mund të jetojë izoluar. Pra, njerëzit gjithmonë kanë udhëtuar, edhe kur nuk kanë pasur mundësi politike për të udhëtuar, kanë udhëtuar me imagjinat, kanë udhëtuar me çfarë dikush tjetër mund t'i ketë treguar. Pra, gjithmonë, domethënë, folklori është le të themi i frymëzuar nga shumë folklore të tjera në botë. Kështu që në këtë rast, lidhje me muzikën që po flisja, unë kam qenë dhe jam ende shumë e impresionuar, e habitur, e çuditur dhe e mrekulluar se si muzika shqiptare
kombëtare, qoftë ajo Shqipërisë mesme apo e çdo rajoni në Shqipëri është kaq e larmishme dhe secila nga një fshat në një tjetër ndryshon. Kështu që zakonisht më vjen për të qesh kur jashtë konsiderohet si një muzikë përmbledhëse. Për shembull në Francë i referohen shpeshherë termit musique de balcon, muzika e Ballkanit, që për mua nuk do të thotë asnjë gjë dhe si term për herë të parë aty e kam dëgjuar, por duke qenë se vetëm një vend, vetëm një shtet i vetëm në Ballkan është kaq i larmishëm, flasim për Ballkanin, pastaj është një gjë abstrakte, domethënë nuk mund ta kanalizojmë në një muzikë, në një rrymë të vetme. Por që, domethënë, që dilja te kjo pyetja juaj, se u largova pak, po domethënë mua më kanë karakterizuar pikërisht mënyra se si ceremonitë e dasmave krijoheshin, i gjithë rituali i dasmës, këngët që këndoheshin, gjithashtu edhe vdekjet. Domethënë të dyja këto kanë pas një rol shumë të veçantë se si unë e kam mësuar le të themi tradicionin e muzikës shqip, edhe sigurisht edhe rrëfenja dhe pralla dhe të gjitha, por zakonisht këto janë më të theksuara në veri. Po, në një farë mënyre dhe vazhdojnë e ruhen në fakt. Madje këto vitet e fundit mund të themi që ka një rikthim edhe të traditave të dasmave, absolutisht. Që i bëjnë nga aja tek zhëja. Sepse u larguam një periudhë mbas viteve 2000 nga arsye politike dhe shpirtërore, nga arsye të shumta, po. Madje ishte një periudhë ishte shumë e çuditshme sepse shqiptarët sikur kishin turp edhe nga vetja e vet e qenurit, ata që ishin nga emrat që kishin, dhe madje ka qenë një periudhë mbas 90-s që ka vazhduar goxha gjatë që edhe emrat e fëmijëve të tyre nuk ja vënin emra shqiptar, sepse ishte turp, si thua, ishte një ndjenjë inferioriteti shumë e çuditshme, por deri diku e justifikueshme, që le të quhemi John ose Jack ose Francesca ose nuk e di, që është në rregull gjithashtu, por tani ndjehet kjo që po thoni dhe ju, që ndjehet një lloj dëshire e rikthimit në identitet, sepse kam përshtypjen që nuk mund të shkojmë dot, nuk mund të prezantohesh as gjikundi në botë me kulturat e të tjerëve nëse ti nuk ke diçka tënde për të prezantuar. Po, e vërtet, dhe në fakt më vjen mirë që edhe së fundmi po ndërmerren projekte posaçërisht për të ruajtur këtë trashëgiminë shpirtërore, sidomos tek brezat e rinj. Tani për të rikthyer sërish tek shfaqja Mall, që atje përmendë ka një fije, le të themi, dramaturgjike që e lidh të gjithë shfaqjen, është një rrëfim i ndjer. E keni luajtur së pari në frëngjisht, ndërsa tani në shqip e keni sjell para disa kohësh edhe në Kosovë, në disa vende të vogla. Përse kjo zgjedhje, Arben? Po, për shkak edhe të vetë mënyrës se si e kemi ndërtuar, sepse ka qenë vërtet një, si thuash, je kemi nisur një duel, thosh një ballafaqim mes këngës edhe poezisë apo teksteve dashnisë edhe metafizikës, po ashtu. Tani çështja ishte se pse në vende të vogla, pse në vende të braktisura. Sepse është të mërshme ku ishe gjithë ato qytetat të mrekullueshme që ka hapësira shqiptare, ku nuk ka më asnjë aktivitet mirëfillt kulturor. Këtë pashëm fshatin tim. Thashëm ka si fëmijë kam pa, kishte një qendër kulture, një sallë të mrekullueshme, 240 vende dhe mbas 8 vitesh për herë të parë e mbushëm plot. Me Mallin, me tekste të Tiki Dervishit, Frederik Rreshpjes, të Rumit, Kajamit Noljan, apo Nolit Kajamist, dhe njerëzit udhëtuan. Do thotë që një krijim që i prek në ndenja, me vërtetësi, edhe sa i rënd të duket intelektualisht, ai prek emocionalisht. Kjo ishte ajo që donim ne. Dhe e kuptuam që mund të prekim edhe fëmijët, edhe pleqt, edhe natyrisht, edhe të rriturit. Sepse këto vendet braktisura po patën, po u jepe, edhe ata do japin. Po, frymëzojnë, absolutisht. Dhe Mallin në rrugtimin e ri të fundit, se ne gjithë një ndryshojmë Mallin, e ndryshojmë sistematikisht. Okej, kjo është e rëndësishme. Është edhe sfidë, është edhe sfida dhe tani e kemi ndryshuar. E ndryshuam edhe për fëmijët që luajtëm në bagon, në afër fshatit ton, afër fshatit Domën, e luajtë për herë të parë dhe nuk e di, për ne ishte edhe sfidë, po edhe një tërkohë një lloj lumnimi kur pam fytyrat e tyre. Fytyrat plot korreshtje, plot
mahnitje, ishin si të magjepsur. Po ishim të magjepsur edhe ne nga reagimi i tyre. Fantastike. Tani është më shumë një ndjenjë personale, kolektive apo mitologjike, gjithë kjo e shfaqjes mall. Si mund ta përcaktojmë? Për neve, çka ka qenë më rëndësishme ka qenë ky rrugtimi emocional. Sepse njerëzit duke u mësuar me gjëra, dëgjoni, jetojmë në një periudhë kur gjërat janë shumë të shpejta. Thoshte kundera. Dëgjoni, se ka një gjë shumë thjesht, lidhur me kujtesën. Kur ecë rrugës, kur je duke ecë rrugës, kur të kujtohet diçka, ndal hapin. Kur do të harrosh diçka se të lodh, shpejton, iken. Dhe kjo me shpejtësinë që gjërat e shpejta, gjithçka është e shkurtër, është e pjesëzuar, fragmentuar. Po ne duam të kemi një, si thua, të japim një cop shpirti kështu. Ja, brut. Mund të jetë edhe egër, mund të jetë edhe e but, po mund të jetë sidomos ka një lloj dalldisjeje për brenda shfaqjes që të bën të spakut të prekish edhe të mos t'i kapim njerëzit emocionalisht, jo vetëm në mendje. Okej. Që do të thotë se ka një mision vërtet arti edhe teatri në një farë mënyre. Po çështja është enaltësimi, trascendenca. Sepse problemi është që çdo gjë që bëhet kështu, sa për shkele shko. Ose për arsye që janë po ashtu të respektueshme, për arsye komerciale. Tash në një moment vjen momenti kur që tha Linda, po ç'a jemi ne? Ku jemi ne? Dhe këtë pikërisht eksploruam me mallin. Okej. Keni zgjedhur hapësira si fshati Bago, që është në natyrë, më pas do të jeni në Malsi. Do jemi në Lek Bibaj, Mbjesh. Në çfarë date do të jeni në Lek Bibaj? Në 4 dhe 5 korrik. Në 4 dhe 5 korrik. Si po pritet, keni marrë ndonjë feedback nga organizatorët e shfaqjes, por edhe nga ata që e kanë ndjekur shfaqjen më parë? Çfarë keni ndjer, Linda? Nga mendimet e njerëzve që e kanë parë, po thua? Po. Kemi pas shumë komplimente kur e kemi luajtur sidomos për herë të parë në Shqipëri te Cloud Fest. Po të reja. Ka qenë para 3 vjetësh, 2022 në maj. Po ka qenë dhe publik i mrekullueshëm sepse kemi pas dhe shumë nga miq tan që janë gjithashtu artistë, po ka pas edhe të huaj. Më bukur ishte një gocë e vogël që luante për rreth, që e la lojën dhe erdhi ujë. Ky ishte komplimenti më i bukur realisht. Njëjtë në shkollë ishte një fëmijë, lunim te kopshti doktor Shirokës, ishte lart në ndërtesë atje, doli qeli dritaren dhe shikoi. Mandej mbylli dritaren dhe u kthye dhe ngeli gjatë tërë kohës duke dëgjuar. Ky është komplimenti më i bukur. Mandej kemi pasur pritje jashtëzakonisht të bukur edhe në Francë, versionin francez që kemi bërë, me sallë të mbushur plot, gjitha biletat të shitura, dhe sidomos ai se folëm për gjën më themelor për çka teatri është. Katarzisi. Katarzisi shpirtënor. Dhe një pritje të mrekullueshme edhe nga kritikët, edhe nga publiku, se tek e fundit për atë punë jemi që të ndajmë këtë copë jete me ta. Okej, dhe besoj dalim aty tek ajo çfarë tha Linda pak më parë, që një shfaqje në frëngjisht në Francë mund t'i ndryshoj pak mentalitetin atyre që mendojnë se e gjithë përfshin, le të themi, gjithë kulturën jo materiale shqiptare, kështu që ka ndikuar besoj shumë edhe kjo. A keni ndonjë moment nga shfaqja që ju prek edhe ju personalisht? Linda, Arben? Mund t'i ndani me ne tani? Janë shumë momente në fakt që janë ende të prekshme për ne, po duke qenë se shfaqja nuk është asnjëherë e njëjtë, duke qenë se sa herë që e kemi shfaqur gjithmonë e kemi ndryshuar.
dhe gjithmonë kemi futur diçka ose kemi hequr diçka për të futur një gjë të re. Kështu që ndoshta kjo është edhe një nga mënyrat se si malli tek ne ka jetuar gjatë, sepse ka 4 vjet që kjo shfaqje rrugton dhe ne planifikojmë që të rrugtoj ende dhe më shumë. Kështu që po, ka disa momente që janë interesante, momente kur Arbeni, nuk po themi shumë se duam që njerëzit të dinë patjetër. Pak. Po, është një moment ku Arbeni ka një vallëzim që është gjithmonë, domethënë, moment emocionues për ne, sepse është si thua poezia që thuhet në atë moment që Arbeni interpreton edhe kënga që luhet në atë moment që ngjizen jashtëzakonisht mirë me njëra tjetrën dhe si thua sikur të çon pas në kohë, por gjithashtu është shumë e freskët, shumë e re si performancë, mendoj unë, nuk e di. Mua të paktën këtë ndjesi më jep, pastaj sigurisht që këtë gjë ndërsa për mua është vërtet momenti kur Linda ka bërë një krim jashtëzakonisht të veçantë, të prekshëm, po në njëjtën kohë pa parë deri tash të Andro Dashunot të Ndremjedës. Dhe është si thua që jep një tjetër dimension shfaqjes. Sepse pse neve ndryshojmë? Sepse kemi qejf të rrezikojmë. Po. Të mos instalohemi. Po, mos të instalohemi. Mos jemi në diçka që përsëritës, po. Kuptoni, poeti që unë dua, nga poetët që dua më shumë është Teki Dervishi, që njerëzit ndoshta në Shqipëri nuk e njohin shumë, po tek ju ndjes pas thoshte diçka shumë bukur. Mos u bëj si uji amull. Arre uji që lëviz. Dhe për këtë gjë nuk duam të citoj edhe tani për Tiranë, të Ejntën, në orën 8 te teatri eksperimental jemi duke një pjesë goxha 3, goxha të rëndësishme, domethënë të madhe, të një tekstit Kuliçit që na pëlqeu jashtëzakonisht shumë dhe ky është një ndërtim i ri dhe nuk e dim se çka do ndodhi, nuk e dim se si njerëzit do e presin, por duam të rrezikojmë. Edhe keq ta presin se nuk ka derë. Përse nuk keni shtuar një datë tjetër në Tiranë? Ky është problemi. Sepse faktikisht ky projekt, domethënë kësaj radhe në Shqipëri u financua, u mbështet nga Ministria e Kulturës dhe neve këto data kishim, le të themi, kaq data kishim disponibël për të bërë, por siç thash malli është një teatr ose shfaqje që udhton. Do ndërprej Linda, por Linda mori kurajon të bëj kërkesën në emrin e saj si individ para ministrisë dhe i falenderojmë që na dhanë mbështetjen. Po ishte sepse e kishim si ëndër, vërtet një ëndër që po realizohet të luajmë edhe në për vende të vogla tash, që do luajmë te Muzeu Etnografik në Kavaj të Shtunën, po ashtu në orën 8. Dhe si stam në Lekbibaj, në Bago, shpresojmë që mësandej rrugtimi të vazhdoj, por qëllimi jon është që ta mbajmë të gjallë në përvende të vogla ku arti nuk është shumë aksesibël. Ka edhe një qasje edukuese për të rinjt, shfaqja Mall apo jo? Po tash ne jemi për mi eduku fëmijët, por jemi për mi dhënë atë shpirtënimin që e kemi tonin. Dhe ata kanë shpirtënimin ton, se në vërtet është gjë e mrekullueshme kur luan para të rinjve. Është gjithsesi dhe edukuese sepse domethënë ne tek shfaqja që realizuam në fshatin Bago, si thua është e hera e parë që luanim për fëmijët. Pa ata ishte shfaqja e parë që shihnin. Po, për fëmijët. Ndërkohë që projektet e tjera që kemi bërë, që është edhe një lloj vazhdimësie e mallit në Kosovë, ka qenë edukuese sepse me ta kemi bërë teatr. Kështu që është edhe një pjesë, thua që kemi futur pak atë zjarmin, çefin. Po se në Kosovë në fshatin tim të linjës në Sniç kemi punuar në një si thua një eksplorim të kujtesës ndërbrezore dhe kemi marrë një këngë të vjetër epike, të harruar krejtësisht, që askush më nuk e din, por që fatmirësisht në 37-ën e kishte mbledh Albert Lordi, që është edhe personazhi Dosit H të Kadares. Dhe që u botua në Harvard, ai kishte ngelur diku i harruar në fondet në arkivat e Harvardit dhe u botua fal punës e Nikolas Kaltaferit dhe Zymer Nezirit dhe grupit tjerë të punues. Dhe ajo këngë e vjetër kur e lexova ngela pa mend, sepse ishte shakespeariane. Dhe e vendosëm në skenë
me 8 goca të reja, me fëmijët e shkollës. Muzikaliteti i gjuhës, i dialektit, i të folurit të asaj zone të Kosovës, ishte shumë surprizues edhe për mua, pavarësisht se shumë fjalë nuk i kuptoja, madje edhe Arbeni shumë fjalë nuk i kuptonte. Por ishte e mrekullueshme të shohësh se si këta fëmijë që ishin nga 14, 15, 16 vjeç, nga 12 deri në 15. Po. Mënyrën se si sa rrjetshëm, Jo që përvërsuan, po sikur t'ishten diku në thellë shpirtin e tyre. Në ndërgjegjen e tyre, në shpirtin e tyre. E jashtëzakonshme. E instaluar dhe domethënë mënyra se si interpretuan, se si i nxirrnin fjalët, kishte një lloj elegancë dhe një lloj fisnikërie, kisha thënë. Fisnikërie shumë të prekshme. Në njëjtën kohë jashtëzakonisht teatrore. Po. Po, këto janë copsa që mund t'i transmetojmë tek brezat apo jo? Po. Për ta mbajtur të gjallë gjithë këtë kulturë që kemi. Kështu që është pasuri. Është pasuri, po në njëjtën kohë është meqenëse është një pasuri e harruar. Diku aty, po i qelën bunaret, puset, do dali gjithnjë më shumë. Ky ishte vetëm një, si të themi, një pikë nisje. Do të bëni të tjera si këto, Arbe? Linda? Me që filluat të gërmonit pak të pusin? Unë them se po, madje një nga misionet e mia tashmë, pa dashur të tingëlloj feministe në kuptimin modern dhe të kotësisë së modernizimit, por në kuptimin e vërtet të fjalës feministe, një nga misionet e mia shpresoj të më realizohet, nuk e di, do doja shumë që të realizoja, sepse për shembull Arbeni më ka treguar dhe madje kam parë edhe librin se si ai shkon shumë larg në lidhje me pemën e tij genealogjike, domethënë shkon rreth 15 breza. Larg, çka për mua ishte absolutisht e pa imagjinueshme. U mund të shkoj maksimumi deri 4 breza, po pastaj mbyllet me kaq. Dhe kam përshtypjen që e përgjithshmja në përgjithësi është kështu. Dhe mirë po, ajo që pash pastaj ishin gjithë emrat e burrave, e meshkujve të fshatit, të Isliç dhe të linjës së gjakut, vijës gjakut të Arbenit, pash që mungonin nënat, emrat e nënave. Dhe thash një sekondë se gjithë këta meshkuj dikush i ka lindur. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që të bëhet një kërkim që është gjithashtu besoj duhet të jetë shumë e vështirë sepse është kërkim historik mbi të gjitha që lidhet shumë me historinë i Mirfield. E historisë, e politikës së vendit, e shumë gjërave, kështu që besoj se do jetë kërkim jo vetëm për të gjetur nënat e këtyre burrave, por mezi pres që t'ja nis punës edhe vërtet të gërmojë dhe të gjej më shumë gjëra në lidhje me këtë temë. Po ka edhe një gjë, sepse në vërtet tash me studimet e reja mbi trurin, mbi gjenetikën e tij ka shumë gjëra që dalin. Dhe spaku po studiove veten, domethënë pjesën tënde. Se aty do ta nisësh nuk e ku shkon. Po patjetër. Po gjetë veten, gjetë të në botën. Bëjnë sens shumë gjëra të tjera, ashtu është vërtet. Kështu që unë e kam marrë shumë të përzemërt si mision. Okej, e uroj. Duke qenë se djali im është gjenerata e 15 e 16. Atyre që njohim se tash ai. Kështu që dua ta bëj dhe për të. Pra është kjo transmetimi i njohurisë dhe i brez pas brezi, po i lënies së gjërave brez pas brezi. Një pyetje pak personale, ndoshta për secilin, sa të rëndësishme janë këto ritualet, marrëdhënia me natyrën në mënyrën se si interpretoni, se si krijoni në përditshmërinë tuaj. E dini prej se jemi te kodra aty të vendosur. Edhe zani ndryshon. Se çdo mëngjes kemi një fat. Për Shqipëria është tmerrsisht e bukur. Shumë e bukur. Disi çdo mëngjes dielli del nga baba Tomori dhe ne e shohim prej shtëpisë sonë. Dhe kur e sheh atë diell, kur e sheh atë mal, të bie egoja. Se aktorët duhet kenë ego. Ego thua. Luftën e ka me unin e tyre. Po ne gur ndërtojmë me egon tonë.
Kështu që është e rëndësishme, besoj këtë lidhje. Është thelbësore, është thelbësore dhe sepse jemi pjesë të asaj natyrës të gjithë njerëzit, absolutisht pavarësisht se teknologjia sigurisht që ka të mirat e saj, po si çdo gjë ka dhe të mirën dhe të keqen e saj, do të thënë teknologjia mundohet të na largoj nga, si thua, nga rrënja jon. Megjithatë, sigurisht kur dihet se si kur di se si ta përdorësh mund ta sjellësh në favorin tënd, por mendoj që sa më afër natyrës, sa më afër fshatrave, sa më afër se di detit, malit, mendoj se aty gjendet ndoshta të vërteta dhe njohuri jashtëzakonisht shumë më të mëdha se çdo njeri tjetër që ka bërë njeriu deri më sot. Mendoj se aty i marrim të vërtetat më të mëdha dhe kërkimi i njeriu. As ChatGPT as të vjen në ndim këtu. As te breza që përmende. Se kërkimi, gjithmonë njeriu ka qenë në kërkim të vërtetës dhe mendoj vërtet që të vërtetat e mëdhaja dhe le të themi të çfarëdo lloj hapësire, dimensioni kohor që ne njohim që është i tillë, mendoj që gjenden në natyrë, nuk ka se ku gjenden tjetër. Po, është e vërtetë, dhe sidomos kur bëhet fjalë për Shqipërinë, që e cekëm dhe e përmendëm. Tani, Arben, mund më thuash se çfarë po ndodh sot në skenën teatrale në Ballkan apo edhe në Shqipëri? Çfarë po ndodh me gjeneratën e re të aktorëve? Si e shikon? Përmendëm atë konsumin. Po, është interesante se edhe gjua e përdor, nuk është e njëjtë. Është shumë interesante. Dishon se po flas për hapësirën shqiptare, hapësira në Ballkan është pak më e madhe. Po. Pikërisht se më qenë se me sidomos me The Handke Project jetonit kemi udhëtuar pothuajse në përgjithë teatrët e qyteteve të rëndësishme. Po ishte një projekt i rëndësishëm edhe ai edhe i vlerësuar. Po. Kemi, do të thonë, ka pas një, sepse tani nuk ka më ka një hendek. Ka ndodhur një hendek brezash edhe në krimtari. Ka të rinj jashtëzakonisht të talentuar, por ky globalizmi ka krijuar një lloj uniformizmi, të thuash ashtu, të qenurit. Do thotë të menduarit, do thotë të shprehurit. Është pak me sherr. Edhe ti duhet gjetur, sidomos te brezat e rinj, duhet ta ruajnë autenticitetin e vet, atë burimin e vet, se kjo të bën të vërtet të bën vetëm e jotja. Atë që ke ti, ngjyra jote. Po kopjove tjetër, imitove tjetrin, se ne po kjo po mbizot. Në Ballkan janë te kjo gjenerat që është krah pune, le të themi, po e themi në këtë nuk e kanë fajin ata, faji është pak faji është pa faj. Okej. Nuk duhet t'ia hedh fajin askujt, po vetëm po konstatoj. Domethënë që mungesa e gjërave burimore i bën të njësueshëm, dhe kur ti je njësueshëm ai tjetri e merr ato që ka më afër. Normal, si s'mund luar si amerikan. Je lehtësisht i influencueshëm në momentin që nuk i di këto gjëra, po. Është krejtësisht normale dhe pikë referenca që duhet i kenë. Okej. Po flas për aktrimin. Po, absolutisht. Nuk përgjigjem për tjetër. Pikë referenca duhet të vinë nga këtu. Sepse kjo ka me ja veçorinë, veçantinë, atë thuat tiparet themelore të qenurit, të shprehur që ai veç kur del me njëherë thuti, kush e nga ky ose kjo. Dhe kjo është ajo gjë që besoj që duhet patjetër ta kenë. Okej. Tani projektin e Lindës e morën vesh dhe shumë ambicioz. Ajo e brezave, shumë i bukur, shumë ambicioz mbi të gjitha dhe urojmë ta realizosh, Linda. Edhe do të jemi këtu për të folur, uroj për këtë. Arben, me çfarë po punon tani? Tani unë po punoj me... Çfarë do të kemi së afërmi ndoshta? Së afërmi kam bërë një sapo përfunduam në prill gjërimet e fundit patat një serie shumë themi isha i lumtur të isha pjesë asaj serie sepse kishte kohë që nuk kisha pas dekore të tilla të mrekullueshme. Normalisht s'kam të drejtë, po e them, është seria Blade Runner, domethënë filmit kult në vazhdimësisë. Dhe kishte thuhesh edhe mënyra të punuarit kthente në një botë që dua shumë, bota e
krijimit të pakushtëzueshëm. Okej. Ku bëhet gjithçka që vërtet ajo e bukura, e pastra, e vërteta, Dali. intriguesja tjetë aty. Okej. Dhe po ashtu shpresoj që edhe në hapësirën shqiptarët kemi ca gjëra tani që do punojmë prapë. Me Jetoni do punojmë një shfaqje mbi pajtimin e gjaqeve, që do jetë besoj një projekt shumë Kemi gjithashtu edhe në projektin me pjesën e një nga pjesët e tekit. Po, kemi edhe një projekt tjetër Që është projekt Shpirti, se thash për Tekit Dervishin, që është një nga poetët që unë e dua më shumë ti. Bashkë me Lindën do bëjmë një pjesë të tij në ish hapësirën e Burgut Prishtinës, që Alban Beqira dhe mentor Berisha e udhëheqin. Do bëjmë një lloj omazhi të veçantë për Tekiu. Shumë bukur, një uroj shumë suksese. Përpara se të mbyllim këtë intervistë, do doja edhe një pyetje të fundit. Tani e keni gjetur atë strofullën ku qëndroni më gjatë në një vend apo jo? Arbeni më shikon me skepticizëm. Linda? Mes Parisit, Shqipërisë. Po, do me thënë, ne kemi marrë kemi gjetëm një gërmallë, themi një shtëpi gërmallë në fshatin Domën që tam afër Kavajës dhe rindërtuam, kështu që përgjithsisht kur vim në Shqipëri shkojmë atje. Okej. Shumicën e kohës, do me thënë, kur vim në Shqipëri jemi aty. Okej. Gjithë Parisit dhe fshatit mbi Kodër. Po, strofulla jon është një këngë e Beatlesave që thon The Fools on the Hill. Okej. Po. Megjithatë strofulla më e dashur ngelet teatri. Mirë, unë uroj shumë suksese dhe uroj të bëni edhe ndonjë ditë plazh me që keni ardhur në Shqipëri. Se ja u ofron të gjitha Shqipëria tani përpara se të shkoni në Legdibaj, duhet të bëni disa ditë plazh. Ishim dje në Qerret. Ishte rregulluar Qerreti. Po, ka ndryshime. Nuk dua ta bëj pyetjen që ta bëra përpara se të hynim live. Se çfarë shikon sa herë rikthesh në Tiranë. E mbyllim me kaq, më mirë një ftesë për gjithë ata që janë duke na ndjekur për të njëjtën në 19 qershor dhe të shtunën në Kavaj tek Muzeu Etnografik në orën 8. Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Unë ndjeva shumë mirë në këtë intervistë dhe uroj të ritakohemi me këto projekte që sapo mi tha dhe që janë shumë të bukura. Që na lidhin me rrënjët mbi të gjitha dhe kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit Arben, faleminderit Linda, shumë suksese. Faleminderit. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.